Dy raste të trafikimit të kanabisit me origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Tiranë dhe në Elbasan janë goditur gjatë 24 orëve gjatë dy operacioneve të antidrogës të Tiranës, duke sekuestruar 3 pako me një total prej 7.7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC. Në kuadër të operacionit Dërgesa 1 është bërë i mundur arrestimi në flagrancë në Elbasan i shtetasit Rakip Hoxha, 32 vjeç, teksa merrte në një deg postare 2 pako me rreth 4 kg kanabis sativa, ndërsa gjatë operacionit të koduar Dërgesa 2 në një deg postare në Vorë është identifikuar dhe shpallur në kërkim shtetasi Flavio Islamaj, 21 vjeç, i cili dyshohet se do të tërhiqte një pako me rreth 3.7 kg kanabis sativa me përqindje të lartë THC-je. Policia po vijon punën për kapjen e 21 vjeçarit të shpallur në kërkim, si dhe për identifikimin dhe ndjekjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, pasi dyshohet edhe për të tjerë bashkëpunëtorë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Këto dy ndërhyrje e çojnë në 5 numrin e rasteve të goditjes të trafikimit të kanabisit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të goditura vetëm gjatë kësaj jave nga policia e kryeqytetit, me një total prej rreth 10 kg lëndë narkotike sekuestruar dhe 8 persona të implikuar dhe të identifikuar në lidhje me këtë veprimtari kriminale.